Arsye psikologjike pse disa njerëz përpiqen t'i ulin sukseset e të tjerëve, pavarësisht se sa të mirë ose sa e meritojnë, janë shpesh varet nga pasiguria, zilia dhe nevojat për të mbrojtur imazhin e tyre. Janë disa mekanizma më të thellë psikologjik. Pasiguria dhe vetvlerësimi ulët. Kur dikush shet të tjerët të kenë sukses, kjo mund të bëjë të ndihet i pamjaftueshëm në krahasim. Në vend që të pranojnë ndjenjat e veta, ata përpiqen të nënvlerësojnë të tjerët për të ndjerë më mirë me veta. Zilia. Në vend që të frymëzohen nga suksesi dikujt tjetër, ata ndjen të kërcënuar ose të pakënaqur, veçanërisht nëse besojnë se e meritojnë të njëjtin sukses, por nuk e kanë arritur akoma atë. Mekanizmat mbrojtës të egos. Psikologjikisht, ata përdorin mekanizma mbrojtës si projekcioni, duke i atribuar ndjenjat e tyre negative të tjerëve ose racionalizimin, duke bindur veten se personi tjetër nuk e meriton vërtet. Mentaliteti i mungesës. Disa njerëz besojnë se suksesi është i kufisuar, kështu që fitoria e dikujt tjetër ndjet si humbja e tyre. Ky mendim me shumë zero i bën ata të sulmojnë të tjerët për të mbrojtur statusin e tyre të perceptuar. Teoria e krahasimit social. Kjo teori thotë se njerëzit e përcaktojnë në vetvlerësimin e tyre duke krahasuar veten me të tjerët. Fatkeqësisht. Nëse dikush është shumë i suksesshëm, kjo prish renditjen e tij të brendshëm duke shkaktuar reagime negative. Pra, mos komentoni negativitetin apo zilin e tjera, sepse disa nga ne e kuptojmë më mirë se ju, sepse po shpreheni ashtu se siç po shpreheni. Ju falenderit dhe mirupafshim në vitin e radhës.